Këtë video po e bëj për të gjithë ne shqiptarët. Dëgjoje deri në fund, sepse do mësosh shumë gjëra. Dhe për në këtë periudhë të gjithave protestave. Jam Erita Cake, mentore, shkrimtare, terapiste energjetike dhe shpirtërore. Mësuese trajnere e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Në qoftë se më ke dëgjuar. Kam folur në shumë televizione dhe për gjithë shka që si mund të bëhet ndryshimi. Në fillim, para se të mbaron të viti 2025, kam bërë një intervist tek Anila Cela tek Villa 24, në të cilën kam folur për Shqipërinë dhe çfarë do të ndodhi në vitin 2026. Dhe në qoftë se e shikoni, por unë sot dua t'ja u lexoj të gjithë këtë se gjithë përshkrimet i mbaj, çfarë pikërisht kam thënë. Prandaj dëgjoj deri në fund këtë video, të mësosh dhe çfarë do bëhet që këtu e tutje dhe ku është gjithçka që fshihet mbrapa këtyre protestave dhe si duhet të dalim dhe çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë do të thonë protestat. Dhe së shpejti do jem dhe unë atje, siç e dini, më të shumë të jetoj në Greqi, por kam vendosur të vi aty, akoma dhe ata personat që janë gati të zgjohen dhe të kuptojnë pse na ndodhin këto dhe si mund të dalim nga këto, mund të vinë të bashkohemi, të bëhemi një. Dhe gjithashtu, sot data 6/6/2026. Kemi një portal që është shumë i rëndësishëm që na sjell në dashurinë dhe bashkëpunimin me njëri tjetrin. Siç e dini, jam dhe udhëheqëse e sistemit përfaqësik transformues 333. Shikoni dhe këtë emisionin tek Rudina Magjistari që kam sjell për e të parë dhe shumë të tjera, por jam dhe analistre dhe trajnere e artës, kontratës të shpirtit që bëhet njëherë në jetën tonë me ditën e lindjes. Dhe nga viti në vit mund të bësh dhe shumë të tjera, sepse të gjithë thoni që keni bllokime ose dhe këto që ndodhin në Shqipëri, ne kemi të gjithë një energji. Dëgjoj deri në fund, do ta gjeni edhe këtë tek përshkrimi këtu të videot në TikTok, më ndiq për më tepër dhe më ndiq gjithashtu tek Flutra me Fat 333 në kanalin im në YouTube. Komentoni, nxirreni dhe shpërndajeni këtë video dhe në njerëz të tjerë që edhe ato ta nxjerrin më lart sistemet që punojnë dhe në për këto kanale, sepse unë si dua fare dhe nuk më pëlqejnë në këto, me i thatë i pranoj se jetojmë këtu në tokë, dhe dëgjoj këtë video deri në fund që kam thënë që në qershor nga do fillojnë gjërat me vëmendje. Ata që përtojnë ta dëgjojnë, mund ta lexojnë në kohën tuaj dhe çfarë të doni. Pse po jap përsëri? Sepse edhe unë kur i bëj parashikimet dhe ato që më dalin në bazë të numerologjisë, nuk e di pikërisht, pavarësisht se di shumë gjëra dhe nuk flas. Atëherë, më dëgjoni deri në fund. Shqipëria në vitin 2026. Paraqitja energjetike e Shqipërisë për vitin 2026. Bazuar në datën e lindjes 28/11/1912. Kjo është dita e lindjes të Shqipërisë me flamurin me Ismail Qemali. Identiteti energjik i Shqipërisë është numri 28, numër karmik, përgjegjësi e madhe kolektive, mbyllje ciklash pa drejtësie. 11 portë shpirtërore, intuitë, mesazh për zgjim. 1912, lindje me në dhimbje, ndarje dhe sakrificë. Shqipëria është një vend me shpirt të plagosur, por me mision të lartë shpirtëror. Ajo mbajt dhimbje të trashëguara, humbje, varfëri, frikë, heshtje, por edhe një forcë të jashtëzakonshme mbijetese. Numri personal i Shqipërisë për vitin 2026 dhe këtë e kam bërë llogaritja dhe del numri 8 dhe mesazhi i vitit të energjisë 8 për Shqipërinë është viti 8 është vit drejtësie karmike. Gjithçka që po bëhet në këtë moment në Shqipëri është ajo që duhet të bëheshe. Vit drejtësie karmike, vit përgjegjësie, marrim përgjegjësinë, vit paraje, pushteti dhe ligji, vit ku asgjë nuk fshihet më.
në 2026, gjithçka që është ndërtuar mbi gënjeshtër, si gënjeshtrat e Edi Ramës dhe tërë qeverisë dhe çdo gjë tjetër, frikë apo shfrytëzim, sepse është shfrytëzuar shteti, shembet. Gjithçka që ka themele të pastra forcohet. Pastërtia këtu është rinia, që duhet të vejnë një themel të ri. Ky nuk është vit i lehtë, por është vit i domosdoshëm. Çfarë shërohet në vitin 2026 në Shqipëri dhe shqiptarët? Shqipëria hyn në një fazë ku shërohet plaga e padrejtësisë. Dalin në dritës sekrete kolektive, si që dolën. Mbyllet cikli i durimit pa zë, ndaj jeni ngritur në protest. Energjia kërkon transparencë, përgjegjësi, ndalim të viktimizmit kolektiv. S'ka më viktim, njerëzit u ngritën dhe po e tregojnë. Ekonomia dhe paraja, viti sjell rregullim karmik në ekonomi. Ndarje të qartë mes paras të pastër dhe paras të ndotur, sepse ajo ishte para e ndotur që kanë marrë vetëm ata. Mundësi për ndërtim të ri financiar, por vetëm etik. Paraja në 2026 nuk vjen me frikë, por vjen me përgjegjësi. Roli popullit. Populli shqiptar në 2026 të rritet emocionalisht. Atë që po shikoni, mjaft deri këtu, dhe nuk po i themi mjaft deri këtu, Edi Ramës edhe partive, sepse shpirti nuk ka parti, po i themi mjaft deri këtu sistemi të vjetër. Akoma dhe po t'i fujt më fellë sistemit të prindërve tanë, të pararsve tanë që kanë duruar, kanë pritur, kanë shfrytëzuar, kanë manipuluar për çdo gjë tjetër. Dhe këtu kujdes, nuk jam të themi të urejmë familjen, por jam të respektojmë familjen, po sikur të jetë në hierarkinë e duhur, sepse kemi marrë barra që nuk na takojnë. Atëherë, të dal nga modeli dikush tjetër të na shpëtoj, dhe kjo, se deri tani prisnim të na shpëtonte Amerika, Gjermania e të tërë, si çikë morëm të tërë rrugët e shteteve të tjera. Të marrin fuqinë personale dhe kufive. Ky është vit ku Shqipëria nuk kërkon më shpëtimtar, por zgjohet si një qenie e pjekur. Mesazhi shpirtëror i vitit 2026. Në nivel të thellë Shqipëria thot si vjet. Jam gati të mos mbaj më dhimbjen e brezave, dhe këtu jam me sistemi përfaqësik transformues 333, që të bëj si kush nga ne të rriti vetë dijen dhe të lirojë gjithçka që ka ardhur nga e kaluara. Jam gati të jem përgjegjëse për dritën time, se kemi shumë dritë, pavarësisht se u rritëm dhe u lindur në një vend në errësirë. Ky vit nuk është fundi, është pastrimi para fillimit të madh. Këshill e butë për 2026. Me pak fjalë, me shumë vepra, me pak frikë, me shumë dëshmëri, me pak varësi, me shumë ndërgjegje. Kush ecën me të vërtetën bekohet, kush reziston ndryshimin, lodhet. Erdhi koha për ndryshim, o popull i bukur. Data 28/11/1912 mbarte energjinë e lirimit, sakrificës dhe mbijetesës. Shqipëria lind nga dhimbje, por dhe me një thirrje të fortë për identitet dhe dritë, sepse e di unë kush jemi të gjithë ne shqiptarët dhe Shqipëria. Shqipëria është një shpirt që ka mbajtur shumë, shpesh më shumë se sa duhej. Më është vit fillimi, jo i lehtë, dhe është dhe vit pastrimi. Ka identitet udhëheqje, është vit identiteti udhëheqje, vetëvendosje dhe po bëhet në Shqipëri. Boshllëk krijues, prishje strukturash të vjetra, prandaj është ngritur njerëzimi. Për Shqipërinë 2026 ta sjell thirrje për pjekuri kombëtare, ndaj po vinë njerëzit nga të gjithë vendet. Përballjet me të vërteta të fshehura, nevoja për drejtësi reale, plagët që dalin në sipërfaqe. Në këtë vit dalin për të shuar plagët e padrejtësisë, modeli sakrificës të përjetshme, fëria e trashëguar në mendje, mungesa e besimit tek njëri tjetri, thashë themet dhe ato gjykimet duhet ndalojmë ne shqiptarët i bëjmë ato. Kjo mund të shfaqet si tension social, lodhje kolektive, zëmrim i eshtur, i kam thënë këto para vitit të ri. Por kjo nuk është fundi, është pastrimi. Roli grave dhe brezit të ri. 2026 aktivizon gratë si mbartës të shërimit të rinisë, si mbartës të vizionit të ri. Gratë shqiptara thirren të mos mbajnë më gjithçka vetëm, të dalin nga roli i nënës së plagosur, të flasin me zë të qartë,
brezit të ri kërkoj të mos ikin nga